analistë të ndryshëm e gabojnë një detaj interesant sepse e ndërlidhin fatin e Vučićit në kuptimin Milan Radojčić nuk është ndonjë impakt I rëndësishëm për fatin e Vučićit. Por mos harroni që po Milan Radojčić bjen edhe dinastia kriminale e Aleksandar Vučić. Pra ka një lidhshmëri të jashtëzakonshme sepse qoftë strukturat mafioze të trafikimit të drogës nëpërmjet Kazakistanit, Belarusis, në drejtim të Serbisë dhe më pastaj në pjesën evropiane, qoftë kartelet e drogës nëpërmjet Venezuelës dhe kanaleve të Detit Mesdhej Adriatik, më pastaj kalimin nëpër malin e Zi, Republikën Serbska deri në Serbi. Pra gjitha këto kryhen nga aktiviteti Milan Radojčićit sepse është kupolla e aktiviteteve kriminale edhe mafioze të familjes së Aleksandar Vučić sepse edhe djali I Danilo Vučević, edhe Andrea Vučević, vllavi I Aleksandar Vučević janë pjesë përbërëse strukturave kriminale mafioze. Ne kemi pasur rastin të një konfrontimit me strukturave mafioze në territorin e Beograd. Pra ishte grupi mafioz I Novi Pazarit, pra Novi Sadit, dhe kemi në veprimet e Belarukës, pra Dora e Kuqe. Pra kjo dëshmon faktin që këto struktura janë të lidhura dhe janë të mishnuara në konceptin shtetformues të politikës zyrtare të Beogradit dhe Milan Radojčić derisa ka këtë hapësirë dhe këtë komoditet politik dhe përdorimin e aseteve shtetërore të VBA-s dhe SAI dhe Kobra, pra ai mund të lëvizë lirshëm madje edhe sa I përket identitetit ka identitet të tyre, por njëkohësisht ka gjasa dhe informacione të ndryshme të cilat tani në kanalet të ndryshme diplomatike diskutohet, ka krijuar edhe identitet të tretë dhe pjesa më e madhe e pasurisë së tina financiare është e dislokuar në Belarusi dhe në Rusi rast të një përkëtësimi të situatës së sigurisë së tij personale. E kuptoj. Dy momente të tjera dua të ndaj me ju, zoti Shala. E para, çfarë rëndësie do të merrte nëse Aleksandar Vučić udhëton drejt Moskës për paradën e 9 majit atje? Do të jetë atje. Pra këtë mund ta themi sepse pozicionimi gjeopolitik, geostrategjik, me sa më kujtohet mua, po besoj që edhe ju për audiencës ne kemi biseduar në aspektet të ndryshme kohore që stërgjatja proceseve politike ndërkombëtare gjeopolitike, stërgjatja luftës Ukrainë-Rusi, padyshim që është në favorin e politikës zyrtare të Aleksandar Vučić, sepse çdo stërgjatje jep komoditetin dhe mundësinë të kalkulojë dhe të proponojë programe dhe masa preventive sa I përket lëvizjeve të tilla dhe çndrimeve të tilla në arenë ndërkombëtare. Tani duke parë një relaksim të quajtur të raporteve Ukrainë-Rusi me ndërmjetësimin e Shtetit Bashkuar të Amerikës, duke po një relaksim të raporteve mes Moskës dhe Washingtonit, Serbia tani është edhe më e favorshme në kuptimin e pozicionimit të saj politik dhe mund të ndërmarrë një veprim të tillë në koordinim edhe me Shtetet Bashkuar të Amerikës të politikës së saj që të jetë në paradën e 9 majit. Në anën tjetër, përfaqësuesja e Bashkimit Evropian, Zonja Kalaj, është mirë që ajo të merret me politikën e brendshme të Bashkimit Evropian sepse BE-ja është duke u shkatruar nga brenda dhe shpato deklarimi I saj nuk do ketë ndonjë impakt apo ndonjë presion që mund ta nxjisë Aleksandar Vučić mos të ndërmarrë një veprim të tillë. Pra BE-ja, Brukseli e ka humbur shansin dhe mundësinë që ballkoni përndimor të orientohet në drejtimin Euroatlantik. Kjo ishte dhe kishte ndodhur para 5 viteve, pa dështimi I radhës, dështimi kryesor I Brukselit ishte pikërisht me bllokimin e implementimit të marrëveshjes së Brukselit në Washington DC, blllokimit të marrëveshjes së arritur të mundshme në mes Aleksandar Vučić dhe presidentit të atërshëm të Republikës Kosovës zotërit Hashim Thaçi. Pra gjykata speciale, dështimi I Brukselit, influencimi I Brukselit në gjykatën speciale përmes elementeve të saj, shkatrimi që është duke ndodhur edhe me Hungarian exit, pra dhe Hungaria do të largohet nga Bashkimi Evropian. Pra janë shumë çështje të cilat përfaqësuesja e Bashkimit Evropian vetëm e bën këtë sa për të thënë se ka bërë diçka, pa një deklarim sipërfaqësor. Njëkohësisht këtë deklarim të tillë do e shohim edhe mes datës 2-13-15 të këtij muaji, ku do të ketë në Tiranë një vizitë krerëve të Bashkimit
Faleminderit shumë, me 16 maj në Tiranë, pra do të ketë deklarimet e tilla boshse, vetëm politike, por asgjë nuk do të ndryshojë në kontekstin e terrenit, sepse pavarësisht deklarimeve në aspektin bürokratik, diplomatik, ne shohim një evaluim të ndryshëm edhe ushtarak, sepse ne nuk kemi pasur rastin ta komentojmë çështjen e marrëveshjes tripalëse Zagreb, Tiranë, Prishtinë në aspektin ushtarak, pra edhe involvimi i mundshëm i hyrjes në këtë marrëveshje trilaterale edhe të Sofjes të Bullgarisë, pra në njërin anë flitet sa për boshllëqe politike, sa për të thënë diçka, ndërsa në anën tjetër të gjithë shtetet anëtare të NATO-s, po edhe anëtarët të Bashkimit Evropian dhe pretendentët që është Kosova e shohin që bota është duke u krijuar një rendje ri botror dhe duke mos qenë të paprigatitur krijojnë marrëveshje dhe marrëdhënie të tilla ushtarake, pra kjo dëshmon faktin që pa e kaluar procesin ushtarak, pra pa e kaluar ndryshimin e kufirit ushtarak, ne nuk mund të presim ndonjë ndryshim të mundshëm të kufirit politik apo shtetëror të vendeve të Bashkimit Evropian në impaktin drejt për drejt në Ballkanin Perëndimor. Dakor, dhe a duhet të jemi në një lloj alerti edhe ne dhe Kosova apo jo? Pse ju pyes, zë Shala, shkurtimisht, jo më kote lash për në fund. Një ditë më parë publikuam lajmin se Greqia është në alarm, se është kapur një piktor në thonjza që rezultoi më pas spioni mafias dhe i Rusisë, teksa fotografonte bazën e NATO-s në Greqi. Duhet jemi në një lloj alerti, në një lloj alarmi, duhet vihemi në gatishmëri, duhet të rrisim masat e sigurisë, duhet jemi vigjilent. Me përgjithësi të plot mund të themi fakti që Shqipëria tani më duke luajtur një rol primar në kuptimin e ofrimit të sigurisë kolektive në Ballkanin Perëndimor, duke u fuqizuar brenda Aleancës Veriatlantike të NATO-s, duke marrë obligime ndërkombëtare sa përket edhe parafrimit të politikës të NATO-s doktrinare me ofrimin e Kosovës në ombrellën e saj të mbrojtjes në negociatat e Kroacisë. Më merrni për fjalë, më besoni që vera e 2025 do të jetë bukur e nxehtë në Tiranën zyrtare, ku e them në Tiranë pa në Shqipëri, sepse do të shihni një turizëm më të madh të turizmit spionazhit turistik, pra do të keni agentë infiltruar si terrorist, agentë infiltruar si turist, të cilët do të lëvizën në territorin e Shqipërisë për të tentuar të marrin sa më shumë informacione për infrastrukturën kritike, njëkohësisht edhe për zhvillimin në industrinë ushtarake të mbrojtjes. Ju keni patur një rast të tillë sa përket viteve më parë, dhe njëkohësisht mos harroni që gjatë këtij viti do të kemi edhe ushtrimin ushtarak Defend 2025, dhe kjo e rrit potencialin, pra spionazhi do të jetë pika dhe tematika kyçe e kësaj vere, dhe ne do të diskutojmë këtë çështje dhe pasojat në fillim të muajit shtator, sepse do të kemi argumente të mjaftuara, madje edhe organet shtetërore lisbatuese dhe ato inteligjencë të Shqipërisë do të jenë në alarmin e ngritur maksimal, sepse shohin një reflektim në kontekstin e pozicionimit të direktivave të inteligjencave që është Rusia dhe Belorusia, Serbia, do të intensifikojnë veprimet e tyre në drejtim të veprimeve spionazhe në drejtim të Republikës së Shqipërisë.